So ka qenë për ty vështirë në këtë kohë shumë të vështirë kur babai veç ka ndru jetë dhe jeni ballafaqur me krizë financiare, familja ju, njëjtën kohë me shku edhe në studime, me vazhdu studimet tutje edhe mos mu dorëzu asnjëherë? Ka qenë, më ktheve në pjesën e studimeve, ka qenë një rast që po du me nda me tjertë, në fatë që është për mu është prapë emocional. Periudhën ku unë kom fillu studimet e kom fillu me idenë që unë isha atër në asistencë sociale, edhe me idenë që mu më lirohet semestri për me pagu gjatë studimeve. Po nuk e kom ditë që gjatë procedurave dhe rregullorave brendshme të universitetit ajo ndodh pasi ti paguan për herë parë studimet. Kjo ka qenë sfida e parë, bariera e parë me u qas në sistemin arsimor të vendit. Pavarësisht që unë nuk i kom pas mundësit për me vazhdu studimet ato ku kom dashur ose ndrejtimin që unë kom dashur me studiu, jam detyruar me studiu diçka që nuk ka qenë orientimi i saktë i jam në karrierë. Pastaj gjatë rrugës unë kom brejt që duhet me ndryshu ndoshta edhe rëndësisht profesionin tem për shkak që nuk jam ndje mirë në profesionin që unë kam zgjedh, se s'ka qenë orientimi i saktë i saj. Pastaj kur kom hyrë brenda studime, pavarësisht kësaj kur ma kanë kumtu lajmin që duhet me pagu, vlera ka qenë jashtëzakonisht e vogël për tani, ka qenë vlerë 25 euro sa mbaj mend, po ka qenë e jashtëzakonshme për atër, ka qenë një vlerë cilën unë nuk i kisha ndoshta një 5 euro sa 10 për me jetu, ndoshta ish me jesi mujt ose ish fundi mujt që u duke me prit pastaj datën tjetër për asistencë sociale për me vazhdu shkollimin. Ka qenë kjo për shkak që gjatë periudhës ku e kom regjistruar studimet unë nuk ka që kom njoft individ tjerë që kanë mujt me më përkra. Ndoshta tash një me qindra njerëz, me qindra individ, ndoshta një kam shoqëri të ngushtë që mundën me më ofru ndihmë nëse kam nevojë në situata të caktuara. Atëherë ka qenë një farë periudhë ku unë se kom pas kërkan. Thjesht kom pas nanën, kom pas një familje gjanë, edhe thjesht nuk kom pas kërkan për te kësaj. Nuk kom pas shoqëri, nuk kom pas individ, nuk kom pas njerëz që e dinë situatën ta. Edhe kjo ka qenë periudha më e vështirë. Po në këto raste ke kërku ndihmë nga ndonjë familjar që me ndihmu nga ana financiare për shkak se me të vërtetë vështirë kur ti veç fillon studimet edhe është një shumë ndoshta shumë simbolike për mu pague apo thjesht nuk ke desht. Pendoj edhe një paralele mes një diskutimi që kum pas me një mik timin, i cili shpeshherë jam taku në aktivitete rinore, ai nuk e ka ditë që unë jam ka përjetoj vështirësi. Kur ne jem taku mas disa viteve, edhe ku ja kom shpjegu, ka thonë pse nuk e tregu. Unë thjesht jam kon person i cili ku mendu që dohet edhe ku të paraqitesh, nëse dikush nuk i ka mundësit, mendoj unë që edhe ne secili prej neve vrejmë. Ndoshta dikush që i ka të grisura kpucët, dikush ka me vrejt. Unë kom shku me këtë idenë që nuk duhet mu paraqit, për shkak të një ego skrenarie që vetë se mbartim secili prej neve, po në mënyra se unë qysh jam paraqit, ka tregu që unë nuk i kam mundësit. Po nuk u kanë deri në këtë shkallë, paragjykimi ka qenë edhe me i thellë, sa që njerëzit kanë paragjyku që unë nuk jam ka di me u vesh, nuk jam ka di me ble garderobën më të mirë, nuk jam ka di me u paraqit mirë. Nuk ka qenë problemi ato, ka qenë problemi se nuk kum pas mundësi financiare për me qenë unë i paraqit shumë për atjerve. Ndoshta kum hub shumë pik në raport me individet, ndoshta kum hub shumë pik në raport me institucionet ku jam paraqit. Ndoshta mënyra se qysh jam ndohur ku nuk ka qenë e përshtatshme për rrethi, nuk ka qenë e përshtatshme për shoqërinë. Këto e vuj ende, e shprehi shpeshherë që njerëzit nuk kanë paragjykuar në esencë problemit, po kanë paragjykuar në sipërfaqe të problemit. Kjo ka qenë problemi kryesor që unë e kom bartë dhe vazhdoj më ka mbetë në fakt si kujtesë jo e mirë dhe mundohena gjithmonë mi sensibilizu njerëzit, mi sensibilizu individet që me u marrë ma shumë me këtë pjesë. Nuk shihet, ka fjalë ndryshme që thuhet në fakt nuk testohet, nuk bëhet vlerësimi i një libri prej kopertinës që ti sheh, po pi përmbajtjes të saj. Kjo është mënyra se qysh e përmbylli këtë lloj paragjykimeve që njerëzit e kanë pas ndaj meje. Nuk i mbaj përgjithë ende në fakt, po mendoj që ata duhet me reflektu me veten e saj, se unë i kam qenë i fortë, i kum kalu, i kum përpunu disa pi emocioneve të tilla, po njerëzit tjerë ndoshta pi përjetojnë ende. Edhe ky emision tjetë si piknisje në fakt të secilit individ që paragjykon pa e kuptu
përmbajtjen e një individi. Ka mënyra të ndryshme që një individ mundet mu involvu brenda teje. Ka mënyra të ndryshme ku një individ mundesh me u paraqit brenda tina, mundesh me ju afru, me kërku ma shumë informacione për to, ndoshta dikush prej individëve tjerë që ka një liri me to, mundet mi tregu. Pavarësisht mos përkrahjes financiare, humbjes të babit, bullizime, asgjë nuk ka ndiku ti ke vazhdu vazhdimisht ke pasur suksese. Sa ka qenë vështirë për ty kjo? Absolut, se ka qenë një periudhë ku unë ku mendu që dohet me pas ndoshta veç një mujore me ardhe në studime. Ka qenë kjo synimi ka qenë jemi, me pas një mujore prej vlerë 15 euro, që unë i kum kursy prej pjesës socialit, pastaj për pjesës pensionit mamit që pa dalë në pension, edhe pi asaj pjesë unë synimi jam ka qenë kjo. Mi pas që 15 euro që unë me shku në studime. Kaq, nuk ka pas rëndësi. As për kafe, as për bukas. Ndoshta ka pas ditë që kum qëndru prej mëngjesit, për orës 7 mëngjes deri në ora 6 në brenda studime. Ndoshta se cili për neve ka nevojë elementare për këto. Po në shumicën e rasteve shoqënia të cilën nuk i harroj asnjëherë dhe i falenderoj gjithmonë fat, më kanë ofruar ndihmën e tyre. E kanë pa që nuk po ka mundësi. Ka pas raste ku unë jam shku me pim kafe me dikon, ndoshta nuk e kanë ditë situatën, po nuk kam pas mundësi as me pagu ato. Ka pas raste tilla në fakt që unë tash nëse i kthehem retrospektiv ndihem keq. Ndihem keq, po ka qenë rrethonat e jetës cilat ma kanë obliguar me qenë i tillë. Më kanë shfrytzuar një ide që shumica e atyre që kanë qëndruar afër meje gjatë pjesës studimeve e kanë përdorur dijen tëme dhe mirësinë tëme si këmbim fakte unë për mu parafru me ta, e ku mu ofru ndihmën tëmë. Thjesht nërsa s'kom pas mundësi financiare mi ndihmu se cili prej studentëve, po i kum ndihmu moralisht, i kum ndihmu përmes përgatitjes që kanë pas për provimet e tyne, shumica e din këto, shumica që më njohin mu munden edhe me u deklaru rreth kësaj çështje dhe asnjëherë nuk i mbaj përgjigje që ata nuk kanë qenë mjaftueshëm për mua. Thjesht nuk ka qenë obligim. Kanë shfrytzuar mirësinë tëme që unë më ofruan një ndihmë caktuar, më kanë pranuar brenda rrethit edhe kjo nuk ka qenë shfrytëzim për meje ose interes për meje, po ka qenë një formë mundësi që unë më ndjej barabartë me ta. Ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për shkak që brenda studime pastaj jam përballë edhe me një nivel krejtësisht tjetër. Fillova me ndru me qenë një person i cili jam ekstrovert, po kam mendimin tim. Thjesht u bazojsha në ato teoritë që secili duhet me pas një mendim të argumentueshëm, sakt, edhe mendimi shpesh herë shpjegoj që nuk është veprim, është mendim. Edhe mbi gjitha nëse është mendim, duhet mu respektu si i tillë. Ka pas raste në fakt edhe gjatë pjesës studime ku unë jam përballë që në pjesën vijuse të misionit kemi edhe mi diskutu që jam përballë në fakt me shumë dukuri brenda studime, me shumë dukuri që kanë vazhdu me qenë pjesë përbërëse jetës tënde deri në momentin ku unë kum vendos me u largu prej Kosovë. Kanë përcjell për shkak të natyrës tëmë, natyrës që nuk e kam impulsive, natyrës që e kam shumë të saktë argumentueshme dhe kam një mendim që mendojnë njerëzit që duhet me qenë diferencues pi tjerëve. Pavarësisht sfidave, ti arrite sukses dhe përfundove fakultetin. Po, përfundova të 2 nivelet të studimit, përfundova studimet themelore bachelor, pastaj vazhdova dhe studimet master, po në njëjtën kohë fillova me kriju dhe me ndërtu një background të kualifikueshëm për tregun e punës. Ky background përfshihet publikimet shkencore që deri më tani kam që janë 18 sosh, edhe pastaj edhe ndjekjen e trajnimeve të ndryshme që mendojsha e zëvendëson që zbrastirën që vetë sistemi arsimor aktualisht e ka. Me kriju një baraspeshim mes njohurive që unë mundem i kriju gjatë trajnime, mundem i absorbu gjatë trajnimeve, kanë qenë me plotësu qëtu zbrastira dhe kur kum përfundu studimet, kum përfundu prap mendoj unë një student i dallueshëm fakt prej moshatarëve të mi për arsye që secili prej tyne kanë prit që me përfundu një cikël studime. Unë kum prit më shumë se kaq. Kum prit me pas edhe një background, edhe një përgatitje, edhe një përvojë ku të përfundoj studimet që ku mendu që je i përshtatshëm pastaj për tregun e punës.